Praktikisht, duke komunikuar, duke kërkuar ndihmën e një eksperti, çfarë duhet të bëjnë prindërit? Sepse ai prind është në punë, është lënë me gjyshen, fëmia bie pre lloj-lloj informacioneve në internet. Si ta zgjidhim me telefonin? Për aq kohë sa do qëndroj. E para njerë, nëse ai do të rinë në telefon, jepi mundësinë që të bëj lëra interaktive. Sot nëpër si në App Store. Domethënë nëse ai ka qeftëri aty, ti lëra aty, po jepi disa mjete që ai edhe të lozi, edhe të harxhoj kohën, por edhe të mësoj gjëra. Sot ka qindra aplikacione për fëmijë që mund të instalojnë prindrit, janë edhe falas, sidomos edhe për iOS, edhe për Android, që mund të instalojnë prindrit dhe mund të thonë, do të celularin, ja kur celulari, s'ke as TikTok, as YouTube, as i gjë tjetër tek kjo aplikacion. Po janë lojra të cilat janë më edukuese. Do të rish, merre celularin, risa të dush. Pra të heqin nga telefoni, sepse i duan për vete pastaj YouTube-in edhe rrjetet sociale. Pra të heqin këto nga telefoni dhe të kenë një pajisje që mos jetë telefoni, po të jetë një tablet, që tjetë vetëm për fëmijët. Jo, po më pas e marrin këta, se pastaj ai mund ngarkoj foto aty personale, prindërit të temerat që ndonjëherë ato gjëra nuk është mirë, por ai tjetë vetëm i fëmijës dhe mos ketë aplikacione, tjetë YouTube Kids, ketë aplikacione ku ai mëson nëpërmjet lojës, që janë po falas, Lingo Kids është një nga ato aplikacione që unë po ja përmend emrin. Dhe do të rish po risa dush, urdhë, ky është tableti jot, s'ke as YouTube, s'ke as TikTok, është YouTube-i, po është Kids. Pra një mënyrë më e shëndetshme referuar në këtë formë. Vazhdo, jepi.